Ju keni qenë një ndër kritikuesit më të mëdhenj të kur ishi edhe kandidat, domethënë pasi zotëri Izet Mexhiti mori të parin e komunës së Çajirit, udhëheq me komunën e Çajirit, ju keni qenë një ndër kritikuesit më të mëdhenj në këtë drejtim. Ndërkaq që gjatë periudhës së dimrit zoti Mexhiti u ktheu dhe tha që në pranverë do të përballeni me bagera. A keni parë bagera në komunën e Çajirit? Çështja shqiptare është bërë subjekti bagerave të agresionit të VMRO-DPMN-je dhe Vlenit dhe po rrënojnë gjithçka që është ndërtu me gjak, me djerës në këto 20 vite. Këto bagera janë duke i pas shqiptarët dhe unë shpresoj që ky mesazh jemi sot do prek çdo familje, do prek çdo shqiptar, nuk bëj thirrje për të mbështetur BDI-n. Do bëj kur të vjen koha. Tash bëj thirrje për krijimin e këtij një rezistence gjithë popullore, ta ndalim këtë keqe. Se po të bëhet, do jetë shumë vonë. Kot pastaj do dalim në për debate, kot do protestojmë. Tash është koha për t'ia thyr qafën këtij agresioni ndaj diçka që nuk i pengon askujt. Nuk i pengon askujt, as gjuha shqipe, as statusi jonë shtetëformos këtu. Mirë po është një urrejtje patologjike për të na tregu se ku e kemi vendin si popull, edhe ftesa ime është si bujar, si intelektual, si ish-ministër, që secili që ndjen që mund të kontribon, të jetë pjesë e kësaj rezistence, pa diskutuar a i jep votën BDI-s nesër apo jo. Tash është koha ta ndalim këtë agresion të përgatitur ndaj gjithçka që ne e kemi të shenjtë.